Qeveria në këtë rast ka vënë një emër pak të çuditshëm, paqe fiskale, në kuptimin që unë ju fal, juve duhet jeni të rregullt në periudhën e ardhshme. Ky është morali. Por kjo nuk bëhet me deklarata të tilla moraliste. Ajo duhet bëhet me masa të caktuara dhe me veprime në të cilat qeveria të tregojë vërtet që problemet që janë krijuar biznesit për shkak të mos funksionimit së duhet të sistemit fiskal, të ndryshimeve të shpejta, apo të ngarkesë apo të lëvizjeve të shpejta të pakesës ligjore, për shembull çdo 6 muaj, çdo një vit ka ndryshuar pakesat e sigurimeve për efekt të pagës minimale. Kjo sigurisht që sjell tronvidhje tek biznesi, krijon probleme anomali në funksionimin e bizneseve dhe sigurisht do të sjellë pastaj detyrime të papabetura ose fshehje këtyre detyrimeve. Pra këto lloj ndryshimesh fiskale kaq të shpeshta dhe të pakonsultuara me biznesin, sigurisht do të sjellë efekte negative te biznesi, se biznesi ose do të ndërprerë prodhimin, ose do të shmangë këto lloj detyrimesh në një formë dhe në një formë tjetër.